Ta shë në ngriti zonin, a i tjetër e ngrit zonin edhe arritëm bashkë një fuqi e bojna. Kisha posë dëshirë me konë për shembull në konkurs, ju vetëm për 6 muaj, po do me thonë për gjithë, më pranu njerëzit me aftësi të kufizune për gjithë. Pesëmbëdhjetë persona me aftësi të kufizuara janë të punësuar në komunën e Mitrovicës së Jugut. Ata kanë filluar praktikën brenda këtij objekti, po ashtu në muze, në shoqatën Hendikës dhe në biznese tjera brenda qytetit të Mitrovicës. Ata thanë për kallxo.com se ky është një hap drejt suksesit të tyre, pra është një hap për të dëshmuar veten dhe për të bërë pjesë e shoqërisë. Astriti, i cili është i angazhuar në qendrën Së Bashku, pre telefonata dhe përmes tyre inkurajon të rinjt të vinë të bëjnë aktivitete të lira dhe të tregojnë eksperiencat e tyre. Unë jam i angazhuar për komunës aktivitetet për trive. Jam marrë këtu me projekt komunës, 6 muaj, edhe shumë mirë po me ecë për momentin. Edhe qendra Së Bashku më ka pritë shumë mirë. Këtu për momentin jena të e bo edhe një lloj kurs anglishtës, një janë njaftë, ja kena fillu edhe po na vjen shumë mirë në qendrën Së Bashku. Telefonatat i bëjone mas shumëti, thirrjet, edhe këtë pjesë tjera. Me lish halë do të çdo i 50-51 më konë në rregull më punë dikon. Po edhe kjo javlin se e bën më motivu me shti, me punu, me angazhu një tem dikon, me shku me punu me orar, edhe e din që të kry një punë, paktën. Ta shë në ngriti zonin, a i tjetër e ngrit zonin edhe arritëm bashkë një fuqi e bojna. Caktimin e termineve përmes telefonit e mikpritjen e klientëve e bën praktikanti Mensur Rostemi, i cili është i angazhuar në një klinikë dentare. Ne jemi angazhuar në ordinancën e dhënëve Vitadent Mitrovicë. Kisha posë dëshirë me konë për shembull në konkurs, ju vetëm për 6 muaj, po do me thonë për gjithë, më pranu njerëzit me aftësi të kufizune për gjithë, se ka nevojë të gjithë më pranu dikon një punë që me posë një orar të punës, edhe me dalë pak, edhe me posë komunikim me njerëz. Me konë barabar gjithë. Orari është orar 4 orë, i cili normalisht është i koordinuar me lokacionet edhe me zyrtarët ku realizojnë praktikën, me qëllim të krijimit një fleksibiliteti për ta, për shkak edhe të angazhimeve tjera që i kanë. Pagesa për ta është 220 euro në muaj dhe kozgjatja është 6 muaj e angazhimit të tyre në praktikë. Ju tha që praktika është për 6 muaj. A do të punësohen ndonjëri prej tyre, pra si janë planet pas praktikës? Po, qëllimi jonë fillestar ka qenë që të tregojmë vullnetin tonë për me lobu edhe me kontribu që kjo kategori me qenë me pranishme në institucione publike dhe përmes saj me përçu një mesazh që kemi interes që disa prej tyre me i bë pjesë të angazhimit të përhershëm në komunë. Ne pam që në objekt, pra në komunë ka mungesë të ashensorit. Sa po mendoni që është e vështirë përqasjen për këta persona në vendin tashmë tyre të punës? Po, normalisht i kemi marrë parasysh gjitha sfidat që kanë kjo kategori dhe varësisht për nevojave të tyre mundu me gjetë vendin ku është më i përshtatshëm për ta. Normalisht planet e komunës janë që edhe objekti i komunës të pajiset me ashensor që të kenë mundësi të ofrimit të qasjes edhe në katët e sipërme ku operojnë zyrtarët e komunës Mitrovicës, por në renovimet që kemi bërë në komunën Mitrovicës, në pjesën e ofrimit shërbime për qytetar, është qasje 100% për gjitha kategoritë. Lidhur me këtë, drejtori tha se komuna ka nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me organizatën ASB për realizimin e të paktën 2 projekteve që sipas tij kontribuojnë në përmirësimin e kushteve për këtë kategori. Mja fati për afërt, kur? Projekti është 2025-2026 i memorandumit të bashkëpunimit dhe synimi jonë është që në afat sa më shpejt që grupet punuese të angazhuar në projekt i specifikojnë kërkesat dhe nevojat e kësaj kategorie, procedojmë sa më shpejt për me mujt me i realizu këto 2 projekte.